ishte një shaka kur ju thash që po veshë një të këmishë, sepse pa tjetër ndryshova. Por fakti është që tani në Vlorë s'kemi ujë, edhe është ditën e tretë. Në fillim kur shoku më tha që do kemi ca probleme me ujë, nuk mendova që situata do jetë aq e rëndë. Sepse tani për 3 ditë kam bërë një mut vetëm një herë. Kjo do të thotë, po të qesha shumë fort, do të shpërthej si 9/11 me rrugë shtëpie. Është tu pse është qyteti, është krenaria i Shqipërisë. Më fal, krenaria e Shqipërisë është Vlora, edhe s'kemi ujë. Mendoj se për mua nuk duket normal fare, sepse nuk jemi, e them për shaka, por nuk jemi në Afrikë, jemi në Evropë. Duhet të jetë, nuk e di, më zhvilluar, organizuar. Të mos kemi ujë për 3 ditë është një gjë absurde, sipas meje të paktën. Dhe mendova që ishte problemi i lagjës. Atëherë dje ose para dje, s'majmend tani, shkova te Mulliri i Vjetër për të përdorur tualetin dhe shkruhet jashtë funksionit nuk kemi ujë. Atëherë shkova te Big Marketi, kam pyetur të gocën te kasa nëse ka ujë, s'ka. Pastaj shkova te Market Kapaj, ku bleva 30 litër ujë, dhe ai më tha në gjithë Vlorë s'ka ujë. What? The whole fucking city s'ka ujë? Dhe tani po lahesha me metodat e burgut dhe thjesht dua të lahem tamam me ujë të ngrohtë, me ujë të nxehtë. You know what I mean?